Dëshmorët e luftës së fundit do të mbesin gjithmonë në kujtesën kolektive. Për çdo festë dhe datë të shënuar, ata përkujtohen me pietet. Kështu tha sot në seancën solemne që u mbajt në Ferizaj me rastin e ditës së dëshmorëve të kësaj komune. Në sallën e kuvendit ishin të pranishëm familjarë të dëshmorëve, shoqata të dalja nga lufta, asambleist lokal, deputet të parlamentit, si dhe qytetar. Kryesuesi i kuvendit komunal Faruguri, në fjalimin që mbajti para të pranishmeve, foli për shembulltyrën e dëshmorëve. Djemt dhe bija tona luftuan si dragon në të gjithë fushbetejat e vendit. Ata luftuan ballë për ballë me këtë ushtri, që kishte ardhur në këtë anë për të djegur, vrar, shfarosur gjithçka që ishte shqiptare. Ata luftuan në Drenicë, Ellap, Pashtrik e Dugagjen, Koshare e Neredime, dhe e përzun nga këtë troje, këtë okupator shekullor, sepse kjo tokë ishte jona, ishte ujitur me gjak brez pas brezi, me gjak dëshmorësh, gjakun më të pastër i cili i pajepur qëndron në mbrojtje të atë dheut. Dhe gjakun e tyre dëshmorët e dha në mbrojtje të dheut të vetë, ku kishin lozur si fëmijë dhe ishin rritur, në mbrojtje të atyre bjeshkëve të cilat ju kishin ofruar strehim, në mbrojtje të fëmijëve, nënave dhe grave. Dëshmorët e dhanë gjakun e tyre në themelet e këtij shteti për të folur shqip. Ndërkaq kryetari Ferizajt Muharrem Sparqa tha se pushteti lokal është i vetëdijshëm që institucionet vendore ende nuk bën mjaftueshëm për idealet e atyre që ranë për këtë liri dhe për këtë shtet që sot po e gëzojmë. Se si i kemi vënë themelet e shtetit, si i kemi ndërtuar dhe si po i kultivojmë vlerat themelore të shoqërisë sonë, për këtë jemi dëshmitar të gjithë, ashtu si që jemi të gjithë meritor ose fajtor, kush më shumë e kush më pak, për nivelin e sotëm të këtyre vlerave. Të gjithë ne së bashku sot nuk jemi mjaft të kënaqur me arritjet zhvillimore, megjithse nuk është bërë pak dhe nuk kanë munguar përpjekjet drejt përparimit në fushën e ekonomisë, arsimit, infrastrukturës, shëndetësisë, kulturës, sportit dhe mirëqenjes shoqërore në përgjithësi. Megjithatë, vendi ynë edhe më tej ka nevojë për më shumë drejtësi, për më shumë arsim cilësor, për më shumë vende të punës, për mbrojtje shëndetësore më cilësore, për mbrojtje më të mirë sociale e të tjera. Por mbi të gjitha ka nevojë për më shumë kurajo të njerëzve për ta zhvilluar iniciativen sipërmarrëse, për më shumë aktivizim shoqëror për të denoncuar e luftuar keqpërdorimet e devijimet, më shumë vullnet për të marrë pjesë në proceset demokratike. Pavarësisht zhvillimeve të ngadalta, gjithë këto vjet pas lufte, familjet e dëshmorëve vazhdojnë të ushqehen me krenarin që kanë përbijtë e tyre të rënë për këtë liri. Ne familjarët e dëshmorëve i kemi përjetimet të ngulitura në zemrat dhe shpirtat tonë për mungesën e djemve tonë. Por ne jemi krenar. Edhe krenar dhe palaqo nuk mund të bëhemi. Jemi krenar sepse është arrit qëllimi. Një qëllim sublim mia vjeqar për herë të parë në historinë e popullit shqiptar në Kosovë. Kosova është e lirë. Dhe gjë më të madhe për popullin shqiptar nuk ka se me qenë i lirë. Shpeshere kam thënë, mjekët thonë gjëja më e shtrenjtë në këtë univers është jeta. Jo, liria ishte edhe më e shtrenjtë, sepse 62 dëshmorë të treve sonë e dhanë jetën për lirien. Prandaj ne e kemi obligim kombëtar, patriotik, gjithsesi. Dhe një natë pozitiv do ta kultivojmë që të punojmë shumë për atë dheun, dashim me la borxhin ndaj dëshmorëve. Pas kësaj seance solemne, pjesëmarrësit vazhduan ditën me aktivitete të ndryshme, që kishte përgatitur sot komuna për nder të 28 shtatorit, ditës së dëshmorëve në Ferizaj. Ndryshe, institucionet publike sot e patën ditë pushimi.